Pavarësisht reformës së ndërmarrë nga qeveria në sektorin ujësjellës, as në vitin 2024 nuk pati ujë 24 orë në çezma për të gjithë abonentët. Kohëzgjatja furnizimit me ujë në rang sektori raportohet 17.3 orë në ditë, me një përmirësim prej 1 orë në ditë. Janë 8 shoqëri, ujësjellës kanalizime rajonale që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë 20 deri 24 orë në ditë, si UKR Korç, Lezhë, Berat, Gjirokastër, Pogradec, Shkodër, Sarandë dhe Dibër, ndërsa 4 shoqëri UKR rajonale dhe shoqëria UK Tiranë me 13 deri 20 orë në ditë. 4 shoqëritë e tjera ofrojnë furnizimin me ujë 4 deri 13 orë në ditë. Furnizimi me ujë të pandërprer në 24 orë në 7 ditë sipas raportimeve ofrohet vetëm nga shoqëria rajonale UK Lezhë. Po ashtu, raporti vjetor i entit rregullator të ujit tregon se një sasi e madhe e ujit vazhdon të shkojë dëm në rrjet dhe të mos faturohet. Edhe pse i përmirësuar, treguesi i ujit pa të ardhur avion të mbetet përsëri në nivele mjaft të larta, mbi 60%. Objektivi kryesor për shoqëritë UK për përmirësimin e këtij treguesi duhet të shoqërohet me investimet përkatëse për instalimin e matësve në burim për një përcaktim më të saktë të sasisë së ujit të prodhuar, plotësimi 100% i klientëve me matës individual, si edhe me zbatimin e vazhdueshëm të detyrave nga task forcat përkatëse për zbulimin e lidhjeve të palishme dhe rritjen e faturimit në përgjithësi. Ndërkohë, afro 120.000 abonentë vazhdojnë të jenë pa matos për ujin, ndërsa drejt entit rregullator të ujit qytetarët vijojnë të ankohen për faturim a forfe. Në raport evidentohet se gjatë 2024-s ka pasur raste problematike të faturimit a forfe për vite të tëra për konsumator që nuk jetojnë prej vitesh në banesat e tyre.